Mirë se vini në episodin e parë të podcastit tonë. Për 60 ditësh, revolucioni i flamingëve ka qenë një nga mobilizimet qytetare më të dukshme në Shqipëri. Hana e sheh këtë protestë si pjesë së drejtës qytetare për të kërkuar llogaridhënie, sfera publike dhe përgjegjësi institucionale. Po përveç protestës në rrugë, ka ndodhur edhe një betejë tjetër. Betejë për ta përshkruar protestën. Kush janë protestuesit, çfarë kërkojnë, a janë qytetarë të shqetësuar apo siç e kanë quajtur shpesh, të manipuluar, vandal, dështak zemarak, sorr apo agitator. Në këtë episod do flasim pikërisht për këtë, jo vetëm çfarë ka ndodhur në protestë, por si është tentuar të ndërtohet një narrativ kundër saj. Do të flasim për lezhën, shëngjinin, reagimet publike dhe institucionale, arrestimet dhe shoqërimet dhe për atë që protestuesit që e shohin si propagandë kundër një mobilizimi qytetar. Sa kemi të ftuar Arildën edhe Aldionin. Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Atëherë, para se të nisim me podcastin, do të flasim pak për qytetarët, pra aktivistët që kanë marrë pjesë në protestë. Konkretisht, para se me Jofan, ose Flamingo, ose Shqiponi, ose Sora, ose Korba, në fundit, ata që dalin protestë janë qytetarë që kanë me vërtet një problem, dhe kanë një arsye, një motiv që dalin protestë. Pra, doja ta filloja shkurtimisht nga ju. Kush jeni ju dhe si u bët pjesë e revolucionit të Flamingove? Unë jam Albion Nikolli, jam largu nga Shqipëria në 2010, kam studiu dhe kam punu andej. Për një viti e gjysëm jam në Shqipëri, jam angazhu me aktivizmin spari për votën e diasporës, në një grup shoqesh me shumë persona ndryshëm në qytetet ndryshme të diasporës. Kemi bërë protesta për votën e diasporës, a ishte një arritje vogël të cilën ne mendojmë si një zhvillim për demokracinë shqiptare, pavarësisht problematikave që më të sjell. Gjatë qëndrimit tim në Shqipëri jam angazhu bashkë me Arildën në aktivizëm, në Lezhë, kundër fabrikës ndotëse Inka, në kauzat të ndryshme, në protestat të ndryshme, kam qenë pjesëmarrës në protestat në mbështetje të kauzës banorëve të Rrjollit. Si që thash, bashkë me Arildën kemi organizuar dhe protestë para parlamentit, para se të fillonte gjithë kjo protesta madhe popullore, ku u përpoqëm që të bashkojmë disa komunitete të ndryshme në Rrjoll, në Durrës, në Zallgjoqaj dhe në vende tjera për të bërë kombëtare një problem i cili ishte i lokalizuar, problemi pronës, por nuk po arrinte që gjente një shkallë kombëtare. Protestat shpërthyen, ishin të papritura, ndoshta Arilda do e tregoj më saktë gjenezën e gjithës, por filloi nga një grup i vogël personash, por shumë shpejt arriti masivitetin, sepse qyteti i Tiranës edhe e gjithë Shqipëria, për shkak të indinjatës për atë që ndodhi në Zvërnec, për shkak të zemrimit, për shkak të akumulimit problemeve, po them në 35 vite, shpërthyen shesh, gjetëm mënyrën për të shprehur, edhe unë natyrisht si gjithë tjerët u bëra pjesë e këtyre protestave. Arilda? Unë jam Arilda, jam rrit në qytetin e Lezhës, jam largu në moshën 18 vjeçare për të studiu jashtë vendit dhe jam kthy para rreth 4 vitesh. Doja që të jetoja në vendin tim, nuk doja që të rrija në emigracion, mirë po këtu e shikoja vendin e palirë, ekonominë, politikën, e kapur, që nuk mundsonte një jetë normale për të rinjtë si unë, dhe u ktheva drejt aktivizmit, fillimisht në mënyrë spontane dhe pastaj më të organizuar. E kam nisë fillimisht duke kundërshtuar marrëveshjen midis Italisë dhe Shqipërisë për vendosjen e kampeve në Shëngjin dhe në Gjader. Më pas jam marrë me çështjen e fabrikës Inka në Lezhë, me votën e diasporës. Para kësaj kam mbështet kauza të ndryshme në Shqipëri, Rrjollin e kam mbështet pak më shumë. Së fundmi, si që tha Albioni, u përpoqëm me bashku komunitetet e ndryshme që po ju zaptohej prona, në mënyrë që të krijonim solidaritet midis këtyre komuniteteve, dhe nga ky grupim disi doli dhe protesta, ne thirrëm bashkë me Lucianën protestën e parë në Tiranë si reagim ndaj asaj që ndodhi në Zvërnec, dhe
prisnim që t'ishte një protestë e zakonshme, por u kthy në një protestë masive, popullore që kërkonte ndryshime politike, dorëheqjen e qeverisë. Me qartë, faleminderit. Atëherë, ne shohim shpesh se shumë njerëz e shikojnë, por aq bëjnë, vetëm e vëzhgojnë nga larg protestën. Pra pyetja ime e radhës është çfarë ju shtyu juve që të bëni pjesë fizikisht, por edhe me familje, të shpërndajnë mesazhe protestës? Çfarë ju shtyu, çfarë ju motivon juve që bëni më shumë për protestë se sa mund të bëhet tjerë? Ajo që, nëse mund të flas për veten, ajo që më ka shty mua ka qenë padrejtësia që e ndjej se ndodh në Shqipëri në mënyrë të përditshme ndaj njerëzve të zakonshëm. Mendoj se Shqipëria nuk funksionon në një mënyrë normale. Unë kam jetuar realitetin jashtë, po çdo shqiptar tashmë, mendoj shumica shqiptarëve kanë dalë të paktën një herë jashtë vendit. Jo si vlerë në vetvete e dalura jashtë vendit, po për të parë një sistem i cili funksionon në mënyrë demokratike, funksionon një shtet ligjor, institucione funksionale në shërbim qytetarit dhe jo një klientelizëm kapilar dhe i shëmtuar që nxin jetën qytetarëve. Pra mendoj është padrejtësia e cila jetohet personalisht edhe në familje nga kushdo prej nesh, po mendoj jetohet nga më të pambrojtërit e kësaj shoqërie, edhe një dëshirë për të bërë diçka për të ndryshuar gjërat, ja marr me aktivizëm online. Mendova se ja vlen të merrem edhe me aktivizëm fizik në Shqipëri, në terren. Mendova e kisha si një detyrim ndaj vetvetes, ndoshta, po edhe ndaj gjithë komunitetit, që të bëja diçka dhe mendova se është diçka e drejtë që duhet bë. Dhe e zbulova se nuk jam i vetmi, shumë persona e mendojnë si unë, të rinj, të moshuar, nga gjitha moshat, nga gjitha shtresat, po edhe në diasporë. Mendoj se shqiptarët sado largohen nga Shqipëria, prap një pjesë të mendjes dhe të shpirtit e kanë në Shqipëri, kanë familjet e tyre, kanë tokën e të parëve. Edhe sado të largohesh prap se prap identiteti yt sikur të tërheq. Edhe kontributi nuk mbetet vetëm monetar apo moral, por kontributi jepet edhe në përmirësimin e jetës demokratike dhe ekonomike të Shqipërisë. Këto janë ato që më kanë shtyr mua. Pak a shumë njëjtat arsye që tha Albioni, kjo është ajo që shtyn çdo shqiptar. Në përditshmëri ndjejmë që nuk mund t'ja dalim vendin ton, nuk mund t'ja dalim ekonomikisht, nuk kemi shërbime, nuk kemi edukim cilësor, nuk kemi shëndetësi cilësore, nuk kemi ku ankohemi nëse na shkelet një e drejt, policia është e kriminalizuar, gjykatat vonojnë me vite, njerëzit nuk janë të lirë të shprehen për problematikat e ndryshme. Nuk shohim politikisht një zgjidhje, të dy partitë e mëdha janë pjesë të njëjtit sistem dhe kemi një ngërç në jetët tona, nuk dim ç'a të bëjmë, a të rrim këtu, a të emigrojmë. Nga një anë nuk duam që ta lëm vendin tonë dhe nuk duam që t'ja ulëm dorë këtyre njerëzve, por nga ana tjetër edhe në këtë gjendje si është i pajetueshëm, duke filluar përpas tyre që thash, duke filluar nga ajri që thithim. Ky model zhvillimor që këta kanë ndjek me ndërtime masive, po na heq hapësirat publike, po na heq hapësirat e gjelbra, po na ndot ajrin, që është burim për shumë smundje, që pastaj nuk i kuron dot përmes këtij sistemi shëndetësie, ushqimet janë të pakontrolluara, nuk e dim ç'a ham. Edhe në këtë sens ndihemi në çdo aspekt të pambrojtur, të pasigurt në vendin tonë. Edhe ka mirë arsye për të ngrënë dhe protestuar. Në qartë. Një pyetje, çfarë është ajo bindje që ju, pra nuk është pjesë e sloganit të protestës ndoshta, por bindje që ju po mbroni, bindja juaj personale që po mbroni përmes kësaj proteste? Liri, dinjitet, drejtësi, mirëqenie. Atëherë bindja ime personale ndoshta duhet zgjatem, ndoshta duhet ta përshkruaj pak. Mendoj se para se të shkojmë tek bindjet e majt apo e djathtë, konservator apo liberal, taksa më të larta, taksa më të ulta, shtet më i madh, shtet më i vogël, s'pari duhet ta vendosim vendin disa shina demokratike dhe të shtetit ligjor.
Shqipëria vitet e fundit ka rrëshqitur gjithnjë më shumë drejt autokracisë, drejt përqendrimit të pushtetit në duart e një personi, drejt degradimit të vetë konceptit demokracisë, dhe kjo mendoj se jep pasoja edhe në administrimin dhe në qeverisin e përditshme. Së dyti e shoh si një krizë përfaqësimi, pra të rinjt si ne, edhe kur votojnë edhe nëse duan të votojnë, nuk kanë besim se vota e tyre mund t'jap një impakt. Dhe kjo është realizuar për një procesi të gjatë dhe të qëllimshëm të zhvlerësimit të votës me anë të kodit zgjedhor, me anë të kontrollimit të votuesit në mënyrë kapilare, me anë të klientelizmit, me anë të shndërrimit të votës në një mall shkëmbimi dhe në një marrëdhënie më jep të jap thellësisht banale ekonomike. Pra mendoj se është një krizë përfaqësimi, ne nuk përfaqësohemi nga këta deputet të cilët përzidhen me dorë nga kryetari ose për një interes personal ekonomik ose për t'i përdorur si figura butaforike dhe qesharake. Së dyti për te i krizës përfaqësimit, mendoj se është një problem i modelit zhvillimor. Shqipëria vërtet po zhvillohet, vërtet shumë para po futet në ekonominë e Shqipërisë, por nuk po ndihet proporcionalisht kjo në jetën e shqiptarit mesatar. Njeriu shqiptar i cili do të ndërtojë një jetë me ndershmëri e ka të vështirë sepse pasuria nuk rishpërndahet, paraja nuk futet në ekonominë në mënyrën e duhur, rrogat dhe pensionet dhe ndihma sociale nuk ndjekin ritmin e fitimeve marramendse të disa biznesmenëve të lidhur me pushtetin. Pra është një model zhvillimor grabitës dhe ekstraktiv tërësisht i gabuar. Së treti, dhe këtu do ta mbyll, mendoj se është edhe një dëshirë për sovranizëm, po jo për sovranizmin butaforik, gjasme patriotik në emër të politikanëve të korruptuar, po për sovranizëm në kuptimin e shqiptarët duan të vendosin në vendin e tyre se çfarë bëhet dhe në vazhdimsi po e ndjejnë se nuk kanë kontroll mbi këtë, se copat të ndryshme të shtëpisë tyre, të dheut tyre thjesht po shiten ose po jepen për përfitime ekonomike ose për përfitime gjeopolitike dhe e ndjejnë veten të shkëputur nga dheu i tyre për shkak të emigracionit, po të shkëputur nga dheu i tyre edhe për shkak të qeverisjes dhe të shtypjes në shtëpinë e tyre. Këto janë bindjet e mia dhe analiza ime pse ka ndodhur ky shesh dhe kjo pjesëmarrje masive. Më qartë. Realisht, e kjo pika jote e dytë duhet shtoj diçka timen, jo vetëm timen për diçka nga moshatarët e mi që e kam dëgjuar shumë shpesh, lidhje me zhvillimin ekonomik që është ndodhur në Shqipëri me investimet masive, me paranë që futet në shtet. Si i ri në Lezhë, unë dhe shumë shokët e mi ma kanë shprehur si problematik, si shqetësim, është jemi ri, jetoj në Lezhë, duhet punoj. Opsionet e mia janë kamarjer, banakjer, ekspedionist, pra janë të njëjtat opsione që ka edhe një gjimnazist, një njerëz 20 vjeçar, nuk ka variacion në mundësi. Pra, patjetër shëngjini ka gjithatë turizëm, ka gjithatë lëvizje, ato mundësi, siç e thojnë, por konkretisht një shoku im që më ka shpreh një ofertë pune që është ja dhënë në një zonë turistike, ku ai më ka thënë më pak se 80.000 lekë dita në bakshishe nuk i nxjerr. Pra patjetër 80.000 lekë dita vetëm bakshishe pa llogarit rrogën, gjitha të para. Por ati ju prezantua si kjo mundësi, domethënë për ty, mundësi për ty. Por kushtet ishin ti do punosh nga ora 10 deri në orën 8 darkës për çdo ditë. Pra, për çdo ditë. Pra, nga momenti që lind drita, ke po sa me shku deri te puna, pra me atë rrugë, me atë trafik, dhe pastaj me marrë punë, me shku ke shtëpi, me flet gjumë, me bë prapë jetën gjatë nesërmë. Pra, lind kjo pyetja, a është me të vërtet mundësi kjo, apo i bie që gjithë sezonit veror ti ta përdorësh për dikan tjetër, ta shpenzon shkollën ta për dikan tjetër. Me këtë që thu, ngre dy pika shumë të rëndësishme. Pra, është e vërtet që ka një rritje ekonomike që udhëhiqet nga dy sektor, ndërtimi dhe turizmi. E përjedhoj këto sektor krijojnë punë, por përgjithsisht janë punë të paspecializume, punë sezonale, të përkohshme dhe shpeshherë, po të pa rregullume, e përjedhoj punëtori shpeshherë shfrytëzohet. Në ndërtim punohet pa siguri, në turizëm punohet me orë gjata, po mbi të gjitha nuk po arrim do të shkojmë tek ekonomia
e zhvilluar e specializuar, ku ti si profesionist i ri të kesh mundësi zhvillosh në profesionin tënd. Siç e the edhe ti, ato punë që bëhen turizëm mund t'i bëjë një gjimnazist, po janë të njëjtat opsione që ka edhe një profesionist, si një avokat, dikush që ka studiuar në shkenca sociale, në call center për shembull, që është një tjetër mundësi punësimi për shumë të rinj, shef plot mjek, inxhinier, pra ne i çojmë rinin ton drejt edukimit, mirë po tregu i punës pastaj nuk ka mundësi për këta të rinj. Hapësira për profesionin e tyre. Është një treg pune që nuk i përmbush aspiratat e rinjisë, sepse ekonomia duhet ketë edhe sektor tjerë ku njerëzit të përmbushin dhe gjejnë vetveten, nuk mundet që të punojnë të gjithë vetëm në një sektor, sado ai të jetë sektori kyç i zhvillimit. Njerëzit mundet të studiojnë art, njerëzit mundet të studiojnë shkenca politike. Domethënë, një shoqëri dhe një ekonomi duhet të jetë aq e zhvilluar dhe aq e pasur sa t'i përmbush aspiratat e një numri të madh të trinjve të saj dhe jo t'i orientoj vetëm drejt një sektori i cili është përcaktuar si sektor strategjik dhe për më tepër aty të trajtohen shpesh të shfrytëzohen, ndoshta mund të edhe mirë paguhen, por në kushte pune të cilat nuk janë rregulluar. Shumë qartë. Mirë. Duhet të ndalim pak tek propaganda që është bërë kundër protestës. Pra, kur debati është vendoset nga kërkesat tek etiketimet. Një nga temat kryesore të këtij episodi është mënyra se revolucioni i flamingove është paraqitur në hapësirën publike. Nuk bëhet fjalë vetëm për kritikën ndaj protestës, se kritika është normale në një shoqëri demokratike. Pyetja është, kur kritika kalon nga debati mbi kërkesat të etiketimi i protestuesve. A kemi të bëjmë një përpjekje për delegjitim të protestës? Gjatë ditëve, kemi parë fjalë dhe etiketime si dështak zemërak, vandal, agjiator, sora, korba të manipuluar, dhe përpjekje për të paraqitur protestën si të orkestruar, të paqartë ose të dëmshme për imazhin e vendit. Pra duhet të hap me ca pyetje konkrete. Cila ka qenë narrativa më e përsëritur kundër revolucionit të flamingove? Mendoj se kjo është pjesë e një strategjie dhe ky është një film i parë. Domethënë, në protestat e studentëve, në fillim ata u quajtën ngelës dhe u përpoq të delegitimohen dhe të injorohen nga pushteti. Më pas kur ata treguan numra solid dhe qëndrueshmëri, atëherë pushteti filloi ndryshoi strategji dhe Rama doli me idenë e dialogut, të përmbushjes kërkesave, por gjithsesi kërkesat duhet përmbusheshin nga ai dhe çdo lloj grupi duhet të negocionte me atë. Pra ti nuk mund të arrish diçka vetë nëpërmjet sheshit, por duhet kalosh patjetër përmes pushtetit dhe përmes autokratit. E njëjta ka ndodhur, mos u gabofsha, në protestat për Klodian Rashën, që të rinjt u quajtën madje edhe Boko Haram, domethënë sikur ishin disa të rinj të ekstremizuar që po protestojnë pa ditur se ku po shkojnë, dhe jo disa të rinj që protestonin kundër vrasjes së një bashkëmoshatari tyre, i cili nuk kishte bërë asnjë vepër penale dhe u godit kot nga një polic totalisht i papërgjegjshëm dhe kriminal. Edhe në këtë protestë, në ditët e para, domethënë duhet kuptojmë diçka, Rama i flet elektoratit vet, ai u flet mbështetësve vet dhe ashtu e cakton tonin. Nëse ai ty të quan ty, nëse mua ose kudo që del në shesh e quan dështak, vandal, pjesë e PD-s, iranian, rus apo ku diun se çfarë, ai po jep tonin për gjithë makinerinë e tij të propagandës se si të sillet në këtë protestë. Dhe në momentin që ai dështon, pra e shikon që njerëzit akoma vinë aty, e shikon që klasa e mesme e Tiranës vjen aty, e shikon që gjithë njerëzit pa parti ose njerëzit cilët e kanë një jetë të tyre të konsoliduar, po janë të pakënaqur me sistemin, vijojnë të vinë aty, atëherë ai e kupton se disi situata po i rrëshqet nga dora dhe ndryshon strategji, shkon drejt strategjisë dialogut për të limituar dëmet, pra bën një damage control, një kontroll të dëmit dhe përpiqet që gjithsesi ta nxjerrë veten si faktor stabiliteti dhe faktor qëndrueshmërie, pavarësisht se i gjithë sheshi po i kërkon ndërheqjen dhe po i kërkon të zhduket nga skena politike. Pra unë e shoh si strategjike, nuk është një shpërthim emocional apo diçka e pamenduar. Është absolutisht strategji dhe është kultura jonë politike ndër vite. Historikisht ne nuk kemi pas debat politik, debat për ide, por kemi pas sulme ad hominem, sulme ndaj personit. Dhe një strategji e tillë është shpeshherë shumë efektive. Sepse mjafton që të hedhësh helm në shoqëri,
Dhe shoqëria në vend që ta largojë atë helm e përtyp atë helm natyrshëm. Kjo shkakton, duke qenë se dhe shoqëria jonë është pak mosbesuese, paranojake dhe ndonjëherë lehtësisht disa teza ngjisin tek njerëzit. Dhe nëse je gjithkohës në sulm dhe sidomos ndaj individi kalon natyrshëm në mbrojtje. Dhe kjo e heq fokusin nga thelbi. Zakonisht funksionon në politikën tonë, mirë po në këtë rast, me këtë protestë, kryeministrit nuk i ka funksionuar as pak. Dhe në fakt një ndër gjërat më të bukura që ka ndodhur në këtë protestë është mënyra se si rinia i është përgjigj akuzave të tij. Çdo ditë që ai dilte me një akuzat ai kthenin përgjigje me një poster. Ndërkohë që ai thonte ju jeni bler nga agjenturat e huaja, një poster thote ne nuk na paguan kush, ju urrejm falas, ose një tjetër thote agjentur greke Putoxeris, ose edhe përdorte edhe këto memet që i ndjek rinia. Pastaj lindi ajo shprehja Edi Rama, o idiot, çfarë agjentash jemi sot. Domethënë e ridikulizuan narrativen e kryeministrit siç ishte qesharake në vetvete, po streha e fundit, si thosh. Pastaj, siç tha Albioni, ndryshoi strategji. Nga agjentura filloi i ndau protestuesit në Flamingo, që kishin shqetësime të vërteta, dhe në Sorra Korba, që thjesht ishin dështak ose mrak dhe bërtiçin për inerci. Por as kjo do thosha nuk i ka funksionuar. Për aq kohë sa protesta vazhdon çdo ditë, është masive, sigurisht që çdo ditë njësoj për shkak të shumë faktorëve, por vazhdon, do të thotë që njerëzit janë të bindur kundrejt kësaj qeverie. Dhe është protesta e parë me kërkesa të qarta politike, protestat e tjera të mëdha si ajo studentëve ose armëve kimike ishin fokusuar te një çështje specifike, ndërsa kjo protestë më në fund artikulon që ne nuk e besojmë më këtë qeveri, kjo qeveri duhet largohet, kjo klasë politike duhet largohet. Pyetja radhës që kam për ju ka të bëjë me eksperjencat tuaja më pashme në protestë. Pra, konkretisht, ju keni qenë pjesëtar në disa protesta që kanë zhvilluar ndër vite. Dhe do të pyesja, çfarë ndodh me një protestë qytetare? Por në vend që të diskutohet kërkesa, diskutohet karakteri i protestuesit. Atëherë, unë mendoj se kjo është një strategji e qartë për ta qarë protestën. Në protestat ku kam marrë pjesë unë fizikisht, përgjithsisht kanë qenë jo kaq masive se që ka qenë kjo, po një që e kam ndjekur nga distanca, por në mënyrë intensive, ka qenë protesta e studentëve. Në protestën e studentëve kishte një insistim të fort nga poshtë që mos dilte një kokë apo një përfaqësi, pikërisht nga frika ose e sulmeve dhe denigrimeve ose e blerjes. Sepse pushteti në momentin që shikon një kokë, një kundërshtar ose një faktor në lojë, një individ, atë individ mund ta blej ose mund ta sulmojë. Dhe ky shkaktohet, ky është një faktor përçarje. Në këtë protestë, forca dhe dobësia ka qenë mungesa e një përfaqësie. Ka qenë forca sepse në momentin që mund të dilte një përfaqësi, ajo përfaqësi do shkaktonte një qarje të madhe tek njerëzit, dhe në këtë mënyrë nuk ke se këtë sulmosh, por ka qenë edhe dobësia për shkak se kur nuk ke një strukturë, nuk mund bësh dot zgjedhje strategjike. Gjithsesi unë këtu e shoh, domethënë është strategjike, kur ke dikë për të sulmuar, kur ke një faktor për qarë, dhe popullin mund të ndash në vlerësimin apo jo të atij personi, e ke më të lehtë kur je në pushtet. Kur njerëzit dalin për një kaos dhe kur njerëzit dalin për ide të përgjithshme që nuk materializohen tek një individ apo tek historiku i një individi që mund të jetë edhe problematik në raste të caktuara, atëherë energjia vazhdon dhe është e shpërndarë më shumë popull. Do shte diçka të kjo në fakt, me që përmende çështjen e strukturës, realisht me që këto kohët e fundit, është një protestë që pjesën më e madhe protestuesve bëjnë pjesë e Gjenerata Z. Dhe pra është një zhvillim totalisht i ri që po ndodh jo vetëm në Shqipëri patjetër, siç ndodhi në Bullgari dhe në Nepal, më duket, që e gjithë struktura u bë larg mediave tradicionale, larg televizioneve. Pra, ne pamë edhe në Shqipëri se ditët e parë të protestës, shumë media thjesht nuk e reflektuan që po ndodhte në shesh. Pra qindra, mijëra njerëz mbylleshin në shesh, edhe
gjitha kanalet, sikur kishin probleme tjera. Dhe konkretisht, çfarë kam shikuar si njerëzit po organizohen nëpërmjet rrjeteve sociale, edhe domethënë është zhvillimi aktual i metodave të protestave. Është tamam kjo që po bën Gjenerata Z. Pra pa një media që të centralizuar që mund të blihet, sikur më the vetë, është diçka interesante. Siç e tha Albioni, është shumë efektive si strategji kur sulmon një person, sepse në momentin që lëvizja identifikohet me një ose disa persona, ata persona janë të cënushëm, propaganda është shumë e fortë, mediat janë në kontrollin e tyre, edhe kjo mund të krijojë një mosbesim, një përçarje te protestuesit. Mendoj se ajo protest ka shumë grupe moshore, shumë forma organizimi, po ajo që unë e vere është se Gen Z, ashtu si media e ka injoruar komplet rinin, ashtu dhe rinia e ka injoruar komplet mediat. Madje edhe në sondazhe, në studime, kam lexuar që shumica e të rinjve nuk i ndjekin media tradicionale, ndryshe nga prindrit apo gjyshit e tyre, cilët metodën kryesore të informimit e kanë nga televizioni. Dhe duke qenë se nuk i ndjekin as narrativen e tyre, nuk kanë as gjuhën e tyre. Pra pushteti nuk di as se me çfarë gjuhë t'ju flas. Ata flasin me meme, me shprehje dhe kanë një mënyrë totalisht tretë menduari dhe njëkohësisht edhe një mënyrë totalisht tretë të organizuari. Mendoj se një pjesë e organizimit po ndodh ashtu siç e theti me mënyrë alternative në Instagram, Discord. Thjesht mendoj se Gen Z ka nevojë për pak më shumë organizim dhe pak më shumë pjekuri politike. Ndoshta po t'i kishte këto dy elemente, do ushtronte një impakt akoma më të rëndësishëm në atë protest. Gjithsesi, kjo i mbetet kohë, sa askush nga ne nuk ka qenë i përgatitur për diçka të tillë. Ka pasur raste konkrete kur deklarata e protestuesve është nxjerrë nga konteksti ose është përdorur për të krijuar një imazh të shtrembruar të protestës? Fillimisht, Rama u përpoq që të nxirrte pjesët më banale të protestës, intervistat më dobta që ta ridikulizonte protesten. As ajo nuk i funksionoi, madje në një rast, një ndër ato video që u postu, u bë meme interesante për rinin. Gjithashtu është sulmu deklarata jonë politike dhe jo drejt për drejt deklarata jonë dhe kërkesat tona, pra në vend që të merr një përgjigje për ato kërkesa, u sulmu personi që e lexoi deklaratën, pati një sulm publik mediatik kundrejt tij, u shpall agent. Mirë po, këto kohët e fundit është largu narrativa edhe nga kjo tashma. Kryeministri doli me një përgjigje ndaj protestuesve me programin Besa, që po ashtu refuzu nga protestuesit. Do të shohim tash se si do t'i ripërgjigjet këtij reagimi. Edhe unë jam në të njëjtën linjë me Arildën, domethënë sulmet më shumë se ndaj pikave që kërkon protesta kanë qenë ndaj personave që i kanë shprehur ose që janë identifikuar me protestën, dhe mendoj këtu është edhe një dobësi dhe një kurth i kryeministrit, sepse kryeministri po përballet për herë të parë me një protestë e cila nuk ka frikë të artikulojë dorëheqjen e tij. Protesta për armët kimike ka qenë masive, por nuk e kërkonte dorëheqjen e kryeministrit sepse ai sapo kishte ardhur në pushtet. Protesta për studentët ka qenë masive, por nuk e kërkonte dorëheqjen e tij sepse kishin frikë nga infiltrimet partijake dhe kauza e tyre ishte thelbësisht studentore. Kjo protestë si pikë të parë ka dorëheqjen, pastaj kërkon edhe gjitha ndryshimet kushtetuese ligjore, të cilat adresojnë problemet kryesore për cilat njerëzit kanë dalë në shesh. Dhe duke qenë se ai nuk e përmbush dot kërkesën kryesore të dorëheqjes, dhe duke qenë se ai nuk tërhiqet dot nga projekti i Zvornecit për shkak të gjithë situatës gjeopolitike, për shkak të marrëdhënies transaksionale që ai krijon me liderat e huaj për pushtetin e vet, atëherë ai ndihet në këtë kurth dhe mënyra e vetme se si mund t'i luftojë ai këto kërkesa është duke luftuar njerëzit të cilët i shprehin dhe i artikulojnë këto kërkesa dhe duke shpresuar që masa e njerëzve, elektoratit gri, madje edhe zgjedhësve të tij, do tërhiqen nga këto kërkesa, duke u tërhequr nga protesta për shkak të njerëzve, fytyra e cilëve dalin protestë. Kjo është dëshira e tij në këtë moment, mendoj unë.
A mendoni se publiku ka marrë informacion të plot mbi kërkesat reale të protestuesve, apo ka qenë më shumë misinformacion ose etiketime që janë bërë protestuesve? Pra, në sytë të publikut, a është e qartë pse po protestohet? Unë mendoj se në sytë e publikut është e qartë pse po protestohet, dhe unë mendoj edhe diçka tjetër, që publiku po projekton, po ndjen protestën shprehje të vullnetit vet dhe po projekton gjitha pakënaqësitë dhe gjitha kërkesat e veta tek kjo protestë. Pra publiku brenda vetes e di shumë mirë se pse po protestohet. Pavarësisht se ti mund sulmosh ato pika apo ato persona, njerëzit ti nuk i zhbind dot për bindjet që kanë krijuar për vite me radhë. Pra njerëzit e din shumë mirë se po protestohet, thjesht ata kanë pikpyetje në lidhje me organizimin, në lidhje me figura të ndryshme, në lidhje sa po arrijnë qëllimet apo strategjinë e protestës. Ndërsa për kërkesat e protestës mendoj se nuk kanë pikpyetje sepse ato janë shprehje të kërkesave të brendshme të çdo shqiptari mesatar. Njerëzit e kanë shumë qartë pse po protestohet. Kjo është arsye që dalin aty çdo ditë pa i organizu askush. Dhe nuk është nevoja që t'i artikuloj dikush edhe t'i shpërndaj në turm kërkesat, sepse ata e jetojnë në përditshmëri realitetin shqiptar dhe kanë mirë arsye që të protestojnë. Prandaj edhe propaganda nuk ka arrit ta shujë këtë protestë, sepse është diçka që vjen nga mrena, është një revoltë e mrenshme e gjithë secilit. Nga ana tjetër, a mendoj se vetë protesta mund të kishte komunikuar diçka më të qartë? Mendoj se protesta ka dalë me disa deklarata, me një numër konsiderueshëm deklaratash, ka dalë edhe me disa kërkesa që kanë qenë produkti kërkesave nga poshtë, nga njerëzit e thjeshtë, ndoshta edhe nga rrjetet sociale, produkti diskutimeve të brendshme të atij grupi mirëmbajtës të protestës. Mendoj se kërkesat që janë shprehur kanë qenë sintetizim i frymës së përgjithshme në popull dhe ato që kërkoheshin përgjithsisht, pra mendoj se nuk kanë patur një drejtim politik të caktuar, po kanë qenë përmbledhje çdo gjëje që kërkohet në popull. Mendoj se, siç e thash më përpara, forca dhe dobësia e kësaj proteste ka qenë disi spontanizmi dhe mungesa e një strukture qartë me një kokë. Kjo ka qenë forcë, por ka qenë edhe dobësi se ndoshta mund të ishte strategjizuar më mirë. Gjithsesi, jam përgjithsisht i kënaqur me frymën që ka patur kjo protestë dhe mendoj se forca e kësaj proteste më shumë se struktura është dëshira e madhe e njerëzve dhe projektimi nga njerëzit i dëshirës dhe i vullnetit tyre. Më shumë është vullneti i njerëzve të thjeshtë që mban këtë protestë, sesa vullneti i një koke e cila po drejton protestën. Mendoj se dy deklaratat politike që kemi parashtruar janë përmbledhëse. Aty janë pikat kryesore që kërkohen nga njerëzit, dorëheqja e qeverisë, ndryshimi i ligjeve përmes cilave është uzurpuar toka publike dhe private, një revolucion demokratik që do të mundsohet përmes zgjedhjeve të lira, një qeverie teknike, ndryshime në kodin zgjedhor dhe një limiti mandatesh. Mendoj që kërkesat kryesore politike janë artikuluar. Në përgjithësi ajo protestë u konceptu fillimisht dhe për inerci eci në atë mënyrë si një forum ku njerëzit do shprehnin pakënaqësitë e tyre dhe në fakt kjo ishte shumë e rëndësishme si fazë e parë për t'u bë, sepse ishte ky zot që ishte hesht prej vitesh nga propaganda, nga sulmi i zonave kritik dhe më në fund gjeti hapësirë. Dhe mendoj që faza e parë ishte kjo dhe ishte e nevojshme që të njëgjohej zoni qytetarit thjesht dhe padrejtësive që ai kishte përjetu. Mendoj se në një fazë të dytë do duhej artikulu më shumë vizioni për këtë lëvizje, do duhet kishim më shumë ekspert, intelektual që flasin për fushat e tyre të ekspertizës dhe zgjidhje që ata propozojnë për problemet që konstatojnë. Revolucioni i flamingove nuk ka mbetur vetëm në Tiranë. Ka pas disa raste ndryshme protestë që janë organizuar pra në qytete të tjera. Në nëntë qershor, një protestë të tjerë ndodhi në Lezhë. Duhet ndalim këto, sepse kur një protestë zbret nga një qytete më të vogla, ndodh diçka tjetër. Njerëzit nuk janë thjesht numra në turm të madhe, janë komshi, të rinj, familjar, punonjës, qytetar, që njihen me njëri tjetrin dhe vendosin të dalin publikisht.
Prandaj duhet t'ju pyes, si ishte atmosfera në terren, pjesëmarrja, energjia, marshimi dhe reagimi i njerëzve që shikonin protestën? Pati kërkesë nga disa njerëz që të organizonim diçka dhe në Lezhë, qytetet e tjera kishin organizuar disa protesta dhe ne mendum që ta thirrnim dhe një në Lezhë. Ishte një ndër protestat me organizimin më minimal që kam bë, përmes një posteri dhe disa njoftimeve tek një grup aktivistash, nuk kam bë asnjë organizim të mëtejshëm, e megjithatë ishte një ndër protestat më të mëdha që ka pa qyteti i Lezhës. Ishte momenti, ishte kriju fryma në Tiranë, kështu që se ishin shumë entuziast njerëz me marrë pjesë në protestë, pra nuk ishte fare punë siç mund të jetë zakonisht në mbledh njerëz për protestë që duhet me i bindë secilin. Eksaktësisht. Këtë themi ishin të gatshëm edhe pash aty persona që nuk i kanë pa në protestat tjera. Mendoj se edhe unë mendoj se ishte shumë e rëndësishme që protesta nga Tirana të përhapej në qytete tjera, ashtu siç është përhapur edhe në diasporë në qytete të Europës edhe të Amerikës së Veriut. Mendoj se qytetarët e Lezhës kishin nevojë për atë protestë, e pash energjinë e njerëzve të cilët sa shikonin që ka një organizim, sa shikonin sloganet dhe mënyrën e organizimit, thjesht ndaleshin, bëheshin pjesë, pra qyteti kishte nevojë të shprehej. Edhe si që tha dhe Arilda, nuk është se ishte një organizim i yni që ne i thirrëm njerëzit, ne thjesht u shfaqem aty dhe njerëzit po ashtu u shfaqen, kishin dëshirë të shpreheshin, madje u bë dhe një marshim duke kopjuar disi marshimin e Tiranës, njerëzit kishin nevojë ta shprehnin lirinë e tyre, ta shprehnin në rrugët e qytetit, edhe një ndër thirrjet që ishte spontane, domethënë nëse kishin planifikuar, por një person thjesht në moment caktuar tha hajde marshojmë këtej dhe shkoj nga rruga, nga bulevardi kryesor i qytetit, edhe në atë kohë bulevardi akoma nuk ishte shtruar me asfalt, edhe tha hajde marshojmë këtej, edhe filluan thirrjet rregulloi rrugën, pra e shprehen një dëshirë të tyre për diçka që i prekte në përditshmërinë e tyre, ta shprehnin me anë të kësaj proteste. Kjo është një ndër gjërat më të bukura për mendimin tim, sepse e lidhi në mënyrë të drejtë për drejtë protestën me një kërkesë të përditshmërisë njerëzve. Dhe njerëzit e projektuan tek protesta shprehjen e kërkesave të tyre dhe pakënaqësisë tyre konkrete. Pra domethënë nuk është se ishte diçka që ishte absolutisht e importuar nga Tirana si protestë. Patjetër njerëzit në Lezhë dolën edhe për arsyet e vete, problemet e veta që kanë në Lezhë, dhe au përmendin këto probleme, pra siç përmendet ti rrugën e trashëguar. U përmendën, ne u përpoqëm në fjalimet tona, a ishte fjalimi i parë që unë mbajta, domethënë nuk mundova t'ju them njerëzve që pakënaqësitë tuaj, ato që i shprehni në përditshmërinë tuaj, shprehni edhe në protestë në mbështetje të këtij brezi të ri, edhe kundër të gjithë kastës politike, ne kishim aty edhe demokratë edhe socialistë, po pavarësisht gjithave ishin gjithë gati në protestë për me shpreh një pakënaqësi të tyre të akumuluar. Kështu që mendoj se domethënë tek Tirana, tek protesta në Tiranë kanë parë një shprehje të dëshirave të tyre, të pakënaqësisë tyre të akumuluar, se po i përsëris njëjtat fjalë, po ky është krejt thelbi. Domethënë njerëzit shohin protestën më shumë se sa ata që organizojnë protestën, shohin dëshirën e tyre të madhe që kanë patur kundër sistemit. Një shprehje të kësaj dëshire të tyre të madhe, dhe kjo është forca jonë. Domethënë nuk është forca jonë ne si individ që po i nxjerrim këta njerëz, por kanalizimi i energjive të tyre të akumuluara ndër vite. Dhe kjo ka ndodhur edhe në Lezhë. Nëse do organizohet sërish diçka në Lezhë, një protestë të tillë, pra, çfarë do duhet të bëhet ndryshe për ta bërë mesazhin sa më të qartë për qytetarët që nuk janë aktivistë? Çfarë duhet bëjë ndryshe? Domethënë ajo protestë na surprizoi për mirë, ashtu siç protestat na kanë surprizuar për mirë në Tiranë. Në çdo protestë mëson njeriu dhe mendoj se gjithmonë ka vend për përmirësim, sidomos në organizim. Mendoj se ne kemi nevojë për struktura, po këto struktura nuk ndërtohen gjatë protestës, ndërtohen me vite aktivizëm dhe për hapësira alternative, për hapësira lirie ku të rinj mund të shprehen dhe pjesë e shprehjes mund të jetë edhe protesta. Gjithsesi shumë gjëra mund të përmirësohen, po ajo energji unë e them si i rritur në këtë qytet, ajo energji mua më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, sepse Lezhë nuk është se ka parë shumë protesta,
dhe si kur e rivitalizoi qytetin edhe në për kafe flitej për protestën, pra njerëzit filluan të artikulojnë politikisht pakënaqësitë e tyre dhe mua kjo më kënaqi pa mas. Unë do doja që protesta e Lezhës t'ishte e vazhdueshme. Në Shkodër për shembull organizoi një çdo javë, do ishte shumë mirë që edhe në Lezhë të kishim diçka të tillë dhe që përpos kërkesave të Tiranës të artikuloheshin edhe problemet lokale. Ose të marshohej për shembull tek fabrika Inka që akoma vazhdon të punojë në normalitet pavarësisht gjithë përpjekjes së komunitetit aty, të flitet për rrugën që është akoma e pashtruar dhe që ka bllokuar qarkullimin, të flitet për bllokimin e qarkullimit gjatë periudhës së verës dhe problemet e tjera që qytetarët kanë. Dohet të ndalohesha pak tek flash mobi që organizuat me shërbim korrekt në Shëngjin. Flash mobi në Shëngjin e vendosi protestën në vendin më të dukshëm të verës, mes pushuesve, bizneseve dhe hapësirës publike. Për disa kishte një veprim i guximshëm qytetar, për të tjerë i papërshtatshëm për një zonë turistike. Pyetja është, a duhet protesta të ndodhet vetëm aty ku nuk shqetëson askënd? Dhe, kur një kryetar bashkie thotë se protesta ndikon te rezervimet, a ka të dhënë që aprovojnë këtë, apo thjesht kemi të bëjmë me një mënyrë për ta kthyer protestën nga kërkesë për llogaridhënie në problem imazhi? Ne e organizuam atë flash mob në Shëngjin sepse mendum që protesta duhet dalë përtej Tiranës dhe duhet shkoj aty ku janë njerëzit dhe njerëzit gjatë verës do jenë domosdoshmërisht disa ditë edhe në plazh. Ishte një grup i vogël që bënte thirrje, fliste me njerëz, shpërndante broshura, përgjithsisht shkoi mirë dhe nuk pati ndonjë reagim negativ nga pushuesit aty, pavarësisht se një pjesë e madhe vinë nga jashtë dhe mund të mos rezonojnë gjithmonë me problemet tona ose me protestën tonë. Patëm gjithashtu interaksione shumë të mira me këta turistë. Ajo që është interesante është që pavarësisht se ishim një grup shumë i vogël, duket se e shqetësuam pushtetin, pasi pati disa ishim të observuar gjatë gjithë kohës dhe në 2 pika patëm një farë përplasje, fërkime, se nuk ishte përplasje, midis disa rezorteve aty dhe protestuesve. Kështu që ndoshta, duke qenë se i kanë ngacmuar, ndoshta duhet ta bëjmë sërish. Mendimi im është se aty ishim në një kontekst tjetër, nëse në Lezhë qytetaria e Lezhës e ndjeu të nevojshme të merrte pjesë në këtë protestë, aty ishim një kontekst turistik, domethënë Shëngjini është, po themi, zemra ekonomike e qarkut Lezhës. Aty kishte mos shumë të pushues, shumica nga Kosova. Ne ju shpërndam flet palosje, diskutuam me ta, ishin të interesuar, disa ishin edhe të pa interesuar, nuk pashërej ndonjë bezdisje nga ana e tyre, por një interes për diçka që po ndodh në Lezhë, në Shëngjin, po në gjithë Shqipërinë, një problematikë kombëtare. Mendoj se ishte interesante si ide, mendoj se, domethënë, siç e tha dhe Arilda, patëm disa fërkime me disa roje private, njerëz cilët i bezdiste disi prania jonë. Dhe aty unë e pash që, domethënë, e kam parë, por aty u vure që kultura demokratike tek ne nuk është se ka hyrë totalisht. Domethënë kemi kaluar nga regjimi komunist që kontrollonte çdo gjë në jetën e qytetarëve, tek një regjim neoliberal grabitës me tendenca të ndoshta edhe të ekstremit djathtë, ku biznesmenët e lidhur me qeverinë pretendojnë se bëjnë ligjin në hapësira dhe publike. Mua nuk më ndalon dot njeri që të dalë në një protestë, në një shëtitore, në një bulevard në Shëngjin apo kudo tjetër në atë dheun tim, sepse jam në vendin tim. Edhe kryebashkiaku edhe gjithë tjerët do ta kuptojnë që demokracia dhe liria, liberalizmi nuk janë disa fjalë që përmenden në disa dokumente dhe shkruhen në për strategji, por demokracia është ta ushtroj unë lirinë time kudo që t'jem. Edhe qytetarët po ashtu, do ta kuptojnë që këto koncepte kanë bëjnë me jetën e tyre personale, me të folurit për problemet e tyre në qytet, për problemet e tyre në vendin e punës, për ato që i shqetësojnë për ndimen ekonomike, për problemet shëndetësore. Ky është krejt thelbi demokracisht, nuk është thelbi
ta përmendim si fjalë në përfjalimet bukura apo në negociata me Bashkimin Evropian. Demokracia është ta ushtroj unë në rrugë, të kemi lirinë që askush nuk ma pengon fjalën time dhe që fjala ime nuk do ketë pasojë as për familjarët apo prindrit apo vendet e punës apo lirit personale. Kaq. Pas 60 ditësh, sot që po filmojmë këtë podcast, është dita e 60 e protestës, nëse nuk gaboj. Edhe kisha pyetje, atëherë, pas 60 ditësh mobilizim, çfarë ka ndryshuar, cilat janë arritjet dhe çfarë nuk është arritur akoma nga protesta flamingove? Dy arritjet më të mëdha të kësaj proteste janë në psikologjinë e njerëzve. E para hoqën frikën, dhe e dyta rikthyn besimin te vetvetja dhe po përpiqen, po luftojnë për lirinë e tyre dhe për të drejtën e tyre me jetu në vendin e tyre dhe mos me u përzën nga vendi i tyre. Kjo nuk ishte gjendja më parë shoqëria ishte në një gjendje dëshpërimi dhe dorëzimi. Dhe kjo është një arritje kolosale, në momentin që njeriu e kthen nga dëshpërimi i kthen shpresën se diçka mund të ndodh, aty ai fillon vepron. Dhe e dyta lidhet pikërisht me veprimin. Ajo që shoh në këtë protestë është që është kriju hapësira për të vepruar dhe për të organizuar politikisht. Nëse para kësaj proteste ne që merreshim me aktivizëm e kishim shumë të vështirë të komunikonim me njerëzit dhe t'i bindnim që të organizoheshim, madje edhe që të vinin në një takim informal ku flitej për politikë, tashmë njerëzit po e marrin iniciativën vetë që të organizohen. Dhe kjo është baza e një shoqërie të shëndetshme dhe nga kjo mund të lindin shumë gjëra të mira. Atëherë mendoj se arritjet e protestës kanë qenë nga një anë të paimagjinueshme. E para është vrasja e frikës. Nëse më përpara njerëzit kishin një gjendje pasiguri për të folur, për shkak të kontrollit që bëhet mbi jetët e tyre, tani kanë një dëshirë jashtëzakonisht madhe për të folur, për të shprehur edhe për problemet e tyre edhe kundër qeverisë. Pra, një vrasje masive e frikës që ndryshon totalisht klimën edhe diskursin. Nga qytetarë të trembur, të cilët mund të shantazhohen, kemi kaluar në qytetarë aktiv, të cilët politikën e perceptojnë si pjesë të përditshmërisë së tyre dhe jo diçka që duhet ja lëm disa politikanëve se e dinë ata dhe merren ata me këtë punë. E dyta mendoj se është shembja e propagandës. Shqipëria ndërkombëtarisht kishte ndërtuar dy imazhe. Një imazhin e parajsës turistike Maldivet e Mesdheut dhe dy atë që ju servirte Edi Rama. Pra, ish basketbollisti, piktori i cili po mundohet të zhvillojë një vend i cili ka shumë probleme dhe po mundohet ta çojë në Europë. Për shkak të konjunkturave, për shkak të kontekstit edhe gjeopolitik, për shkak të negociatave me Bashkimin Evropian, po edhe të medjave liberale ndërkombëtare, filluan të qarkullojnë masivisht pamjet e Zvërnecit, filloi të qarkulloj retorika e grabitjes së tokës në Sazan në Vlorë, por edhe në gjithë Shqipërinë, pra jo vetëm një problem mjedisor, por një problem i sovranizmit ton, i kontrollit ton mbi tokën dhe i korrupsionit dhe i lidhjes jo vetëm me Kushnerin, por edhe me mafios siç është Artur Shehu në Vlorë apo interesa tjera okulte që përfshihen këtu. Pra për herë të parë u tha që në Shqipëri ekziston një problem serioz i korrupsionit dhe i lidhjes krimit të organizuar dhe i shitjes së tokës për interesa politike. Mendoj se kjo ishte një arritje jashtëzakonshme, por prapë nuk mjafton, kjo protestë ka hapur rrugën. Do duhet shumë organizim, do duhet strukturim, shpresoj që nga kjo protestë të dalin struktura rinore, kombëtare të organizimit, në mënyrë që aktivizmi të kanalizohet në një strategji të qartë, në një narrativ alternative dhe pastaj potencialisht edhe në zgjidhje politike për problemet e vendit. Duhet ndalem pak tek shqirimet nga policia, tek arrestimet dhe reagimet institucionale. Një pjesë e rëndësishme e debatit rreth revolucionit të flamingove lidhet me reagimin institucional dhe protestuesve. Gjatë këtyre javëve janë raportuar raste shoqërimesh, arrestimesh apo procedimesh ndaj pjesëmarrësve. Le të flasim për përvojën e protestuesve në mënyrën se si janë trajtuar, për arsyetimet që janë dhënë, për efektin që këtë ndërhyrje kanë mbi të drejtën për protestë. Kanë qenë ndërhyrje të policisë të qarta, proporcionale dhe të justifikuara sipas jush, apo kanë krijuar ndjesinë e presionit ndaj protestuesve? Për këtë ta kanë pikë pari të flas Albionit, i cili edhe është arrestuar dhe ka përjetuar dhunën policore.
Unë mendoj se veprimet e policisë nuk kanë qenë as të qarta as proporcionale. Mendoj se protestuesit kanë qenë përballë kuvendit pikërisht në mënyrë simbolike për ta treguar që populli është përballë pushtetit. Pra nëse ata pushtetarë, ata deputet cilët votojnë ligje që indikojnë drejt për drejt jetët tona, nuk janë përballur kurrë me njerëz të cilët i kanë kundërshtuar, sepse edhe takimet i bëjnë vetëm me servilat e tyre dhe me njerëz që ju thonë vetëm po. Për herë të parë u përballen me njerëz që i kundërshtojnë dhe veprimi më i dhunshëm në thonjza ndaj tyre ka qenë veza. Pra veza në kuptimin e njëllosjes, në kuptimin e shprehjes indinjatës dhe idesë se ti nuk më përfaqëson. Ti je një person i cili ke ardhur në pushtet ose me bekimin e kryetarit ose me lidhje me krimin e organizuar dhe ti nuk je përfaqësues më i imi, ti je jo legjitim. Ndaj kësaj ata u përgjigjen me dhunë. Policia shpërndau protestuesit me spray lotësielës, me gaz, me ujë, me dhunë fizike, pavarësisht se ata nuk tentuan në asnjë mënyrë që çajnë kordonin, të futen në parlament dhe të bëjnë vandalizma. Në të njëjtën kohë unë kam parë një dobësi edhe të policisë shtetit, edhe të strukturave të shtetit. Domethënë ne na arrestuan mua dhe shokun tim Arbërleshin edhe na goditën jashtëzakonisht shumë, na shoqëruan komisariat. Po e kam pa dhe një dobësi të vetë policëve. Policët ushtrojnë dhunë, po në njëjtën kohë janë të trembur, ne ju kërkonim emrat, numrat e identifikimit, që ta dimë se kush po na shoqëron dhe arsyet pse po na shoqërojnë dhe arsyetimin ligjor, sepse ne nuk bëm asnjë kundërshtim ndaj oficerëve të policisë, dhe nuk na ktheheshin me gjuhën e një oficeri të policisë, po na ktheheshin me një gjuhë rruge, ose me ofendime, ose me kërcënime, në mënyrë të tillë që ne të kuptojmë se ata janë të fortë fizikisht. Ne e dim që policia është e fortë, ne e dim që policia mund të na shtyp fizikisht, po ne nuk shkojmë aty që të fitojmë një garë force me policinë. Ne shkojmë aty që të tregojmë që me vullnetin tonë dhe me trupin tonë jemi të gatshëm të sakrifikojmë për këtë kauzë, sepse ja vlen ta reflektojmë represionin. Ky pushtet ty të lë të protestosh përpara kryeministrisë, po thjesht ignoron. Në momentin kur ti shkon tek zemra e pushtetit, tek parlamenti aty ku merren vendimet, fillon represioni, fillon dhuna policore. Pra dhuna që njerëzit e ndjejnë në përditshmëri nga administrata, nga keq menaxhimi, në shëndetësi, në kudo në jetën e tyre, aty ndihet direkt nëpërmjet policisë që mbron deputetet. Ky është qëllimi i vajtjes tonë atje. Edhe tjetra që duhet të them është që dobësinë e policisë e kam ndier edhe në mënyrën se si ata shprehen. Pra privatisht ata shprehen se edhe ne kemi probleme, sindikata jonë nuk funksionon, ne na vjedhin edhe tek tenderi uniformave, nuk na paguajnë orët shtesë, nuk na i paguajnë ditët që supozohet i kemi pushim dhe vim punë, ju protestoni edhe për ne, përpiquni t'ja dilni, dhe në të njëjtën kohë janë ata që na dhunojnë. Pra qytetar, punonjës të policisë që nuk janë të lirë, nuk kanë forcën për të ankuar, por në të njëjtën kohë ushtrojnë dhunë sepse janë pjesë e një sistemi që ju kërkon dhunën. Duhet dalëm pak më shumë tek arsimimi juaj. Ku ndodheshit, çfarë po bënit dhe në cilin moment ndodhi ndërhyrja policore? Ne ishim rreth orës 1 mos u gabosha me datën 2 korrik. Ishim nga dalja tjetër, nga dalja e Toptanit, po prisnim që deputetët dilnin që t'i konfrontonin verbalisht, i vinin para përgjegjësisë. Gjuam disa shpërthime nga hyrja kryesore e parlamentit, pam disa foto të aktivistëve si Arilda Ilir Xhemale, Tleva dhe të tjerë të cilët kishin pësuar gaz lotësielës dhe ishin të mobilizuar. Shkuam atje për t'i mbështetur disi edhe për t'ju dhënë ndihmë, ndoshta edhe ndihmë të parë. Pam që protestuesit ishin të shpërndarë, gjendja tashmë ishte e qetë për shkak se i gjithë konflikti kishte mbaruar. Shkuam tek Lulishti afër parlamentit dhe dikush na tha që 2 protestues janë dhunuar në mënyrë barbare, Frog Bardhi dhe Everest Bardhi. Ne u afruam tek policia për të kërkuar informacion për këta 2 protestues, na tha që nuk ka informacion, largohuni, dhe në momentin që po largoheshim dikush dha urdhrin merre. Dhe kur dha i urdhër, ne thjesht u larguam, nuk ushtruam asnjë dhunë fizike apo asnjë rezistencë, u kapëm nga krahët, u goditëm me grushta, me shqelma, u goditëm ndërkohë që ishim në tokë, u kërcënuam, edhe pam një dhunë policore të jashtëzakonshme dhe të pajustifikuar që ne s'po e kuptonim nga vinte. Domethënë ata disi po hakmerreshin për gurët cilët ishin lëshuar ndaj policëve, po hakmerreshin nga frika e tyre, nga frika ndaj turmës, po e shfrynin gjithë inatin tek ne.
Edhe du të them edhe që dhuna ishte sistematike, pra ata na vendosnin në një rreth, mbi 10 polic, që të mos filmoheshin nga kamerat, na godisnin aty brenda, dhe pastaj na prangosnin dhe na shoqëronin komisariat. Pra dhuna ishte sistematike, ishte e menduar në mënyrë e strukturuar dhe me urdhër. Në momentin që dikush jepte urdhrin stop, nuk dhunoheshim më. Pra ishte një dhunë strukturore dhe jo një dhunë spontane e një polici të çmendur apo sadist. Çfarë arsye ju komuniku zyrtarisht për arrestimin? Arsye në moment nuk na u komunikua, ne na u komunikuan sharjet dhe kërcënimet, por në momentin që u paraqitëm komisariat dhe që u paraqitëm para oficerit policisë gjyqësore, kishim, mos u gabofsha, 4 akuza. Organizimi të bimit palishëm, pengimi qarkullimit mjeteve, goditje për shkak të detyrës me vezë apo mjete tjera sigurët, edhe kundërshtim i punonjësit policisë. Në sallën e gjyqit, 3 nga këto akuza ranë dhe mbeti vetëm akuza kundërshtim ndaj punonjësit policisë, ndërkohë që ne kemi të faktuar dhe me video që nuk kemi kundërshtuar as nuk kemi ushtruar asnjë lloj dhune ndaj oficerit policisë dhe as nuk na shton në asnjë moment ndal sepse je në arrest ose ndal sepse po kryen një veprim palishëm. Thjesht është dhënë një urdhër merre dhe jemi kap nga krahët. Do thonë nuk e di çfarë mund të kundërshtoja unë ndërkohë që thjesht po rria. Se duhet kundërshtosh një urdhër të policisë në mënyrë tillë që të akuzohesh më pas për kundërshtim të oficerit policisë. Gjithsesi kjo akuzë vazhdoi, tani unë kam masën detyrim paraqitje dhe duhet përballem me këtë akuzë që kam, ndërkohë unë vetë po përgatis bashkë me Arbrin dhe me një aktivist tjetër Admir Tëshalla, po përgatisim një padil ndaj policisë shtetit për dhunën që ata kanë ushtruar ndaj nesh. Në qartë. Pra kjo çështje është akoma në vazhdim, nuk është mbyllur. Po, jo, është në vazhdim. Është në qartë. Mendoj se rasti juaj u pasqyrua saktë media për deklaratë publike? Media sigurisht që nuk u pasqyrua saktë, media filloi operacionin e vet të propagandës për të përshkruar protestuesit si huligan dhe shkatërrues që duan ta çojnë vendin mbrapa. Mendoj se u pasqyrua nga video që dolën në rrjetet sociale dhe media kuptoi që ne nuk po ushtronim asnjë lloj dhune, edhe në fjalën time që kam bajt tek kryeministria e kam theksuar këtë. Pra ne nuk jemi huligan, ne nuk dalim aty për ta shkatërruar shtetin, për ta çuar drejt një anarkie dhe për t'i nxit njerëzit mos i binden qeverisë. Përkundrazi, ne dalim aty sepse perceptojmë se parlamenti dhe kupola e policisë është e lidhur me krimin. Pra ata janë kundër ligjit, ne duam ta kthejmë shtetin në shina ligjore. Ne duam ta kthejmë shtetin në shina demokratike, të respektojnë liritë bazike të njeriut dhe në shina kushtetuese. Pra dalim nga një autokraci dhe të shkojmë drejt demokracisë që e kemi kërkuar që në vitet e para të pluralizmit. Në qartë. Atëherë, përpara se të mbyllim, se jemi afër përfundimit tani, më duhet nga secili për ju të përgjigjet shkurtër por të drejtë për drejtë. Pas 60 ditësh, cili është mesazhi juaj për qytetarët që ende hezitojnë të bashkohen dhe për institucionet që ende nuk kanë dhënë përgjigje? Kemi arritur shumë, mund të arrijmë akoma më shumë nëse ka një mobilizim më të madh shoqëror. Është shumë e rëndësishme që kjo protestë të mbahet gjallë, teksa shoqëria merr kohë të organizohet. Mesazhi im, domethënë, nuk di çfarë mesazhi të jap, sepse me çdo që flas, më duket tetë i qartë që ja vlen të protestohet. Mendoj se pikpyetjet e tyre janë për vazhdimsinë e protestës dhe në lidhje me këtë duhet i them secilit person që të mos demotivohet dhe të jap kontributin e tij në hapësirën ku mundet. Qoftë edhe një koment në rrjetet sociale, ata që kanë më shumë mundësi le të aktivizohen më shumë, të organizohen më shumë, të artikulojnë më shumë, por të mos rrinë apatik, të mos rrinë të izoluar në realitetin e tyre, sepse kur ne bëhemi bashkë jemi më të fortë dhe është shumë e vështirë për të na shtypur dhe duhet të ndërtojmë struktura demokratike. Kur ne ndërtojmë struktura demokratike, mund t'i kundërvihemi strukturave antidemokratike apo kriminale apo klienteliste apo patronazhiste. Nëse ne nuk organizohemi dhe ja lëmë në dorë spontanitetit, spontaniteti mund të jetë një valë e cila të ngërë jashtëzakonisht lart, por në presionin e madh institucional mundet edhe të shembet. Kështu që jepni kontributin tuaj aty ku mundeni, fjalët që i thoni kundër sistemit në hapësirat tuaja private, tani është koha t'i thoni në hapësira publike, mbështetini të rinj, mbështetini fëmijët tuaj nëse kanë dalë në protestë apo nëse mbështesin protestën, edhe krijoni besim tek vetja. Faleminderit shumë Albion. Faleminderit ty. Faleminderit Rilda.
Faleminderit ju për punën e mirë që bani dhe me organizimin e rinisë në qytet, kemi shumë nevojë për një qendër të tillë si ju. Faleminderit. Sot folëm për 60 ditët e revolucionit të flamingove, jo vetëm si kalendar protestash, por si betejë për narrativen. Kush e përkufizon protestën, kush i emërton protestuesit, kush flet për kërkesat dhe kush përpiqet të zhvendos ato sipas etikave. Folëm për lezhën, shëngjinën, për mënyrën se si protestat është sjell në hapësirë lokale, për argumentimin e turizmit, për shoqërimet dhe arrestimet, por edhe për pyetjen më të vështirë. Si vazhdon një protestë pasi kalon fazën më të parë të entuziazmit? Hana e shet të drejtën për protestë si pjesë thelbësore të pjesëmarrjes qytetare dhe llogaridhënies demokratike. Por pikërisht për këtë arsye, besojmë se protestat duhen diskutuar me seriozitet, me fakte, me kujtesë, me pyetje të vështira dhe me refuzim të çdo përpjekje për t'i kthyer qytetarët në etiketa. Faleminderit gjithëve që na ndoqët, ju ftojmë të verifikoni informacionet që hasni, të dëgjoni më shumë se një version dhe të krijoni qëndrimin tuaj mbi bazën e fakteve, jo mbi bazën e etiketave. Mirupafshim në episodin e radhës.